Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar një vendim të papritur për heqjen e tarifave dhe kufizimeve ndaj whiskit dhe bourbonit, duke e lidhur këtë hap drejt për drejt me vizitën e fundit të çiftit mbretëror britanik në Washington. Menjëherë pas takimit me Charles III dhe Camilla në shtëpinë e bardhë, Trump publikoi një mesazh ku theksoi se vendimi vjen në nder të mbretit në mbretëreshës, duke e cilësuar vizitën si një moment i rëndësishëm për marrëdhëniet mes dy vendeve. Sipas presidentit amerikan, heqja e tarifave do të ndikojë drejt për drejt në industrinë e whiskit dhe bourbonit, duke përfshirë rajone të njohura si Skocia dhe shteti amerikan i Kentuckit, të cilat kanë një histori të gjatë në prodhimin e këtyre pijeve dhe në shkëmbime tregtare mes tyre. Trump theksoi se një vendim i tillë kishte qenë i kërkuar prej kohësh dhe se marrëdhëniet ekonomike në këtë sektor janë të rëndësishme për të dyja palët. Ai përdori gjithashtu një ton humoristik, duke deklaruar se çifti mbretëror e kishte bindur të merrte një vendim që, sipas tij, askush tjetër nuk kishte arritur ta realizonte. Ky zhvillim pritet të ndikojë pozitivisht në tregtinë mes SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke lehtësuar eksportet dhe duke forcuar bashkëpunimin ekonomik në industrinë e pijeve alkolike.